Një rast që ngjall interes dhe habi ka ndodhur në qytetin gjerman të Görlitz, ku një shtetas shqiptar i Maqedonisë së Veriut është ndaluar nga autoritetet ndërkohë që po drejtonte një veturë luksoze, megjithse kishte një borxh të pazgjidhur ndaj shtetit gjerman prej 122.000 eurosh. Ngjarja ndodhi rreth orës 15:15 minuta, kur 44 vjeçari kaloi përmes urës së qytetit me një Mercedes-Benz S580 të shëndritshëm, duke tërhequr vëmendjen e policisë. Pas një kontrolli rutinë, doli në pas se ndaj tij kishte një vendim gjyqësor të vjetër që pavarësisht kalimit të viteve ende kishte pasoja financiare. Bëhet fjalë për një vendim të dhënë pothuajse 7 vite më parë. Shtetasi Maqedonas i Shqipërisë ishte dënuar për mashtrime disa muaj burgim me kusht. Ky dënim ka përfunduar në vitin 2022, çka do të thotë se ligjërisht ai e ka vuajtur ndëshkimin penal. Megjithatë, pjesa tjetër e vendimit, ajo që lidhet me pasojat financiare të krimit, nuk është zbatuar asnjëherë. Sipas gjykatës, personi ishte urdhëruar të kthente shumën e parave që kishte përfituar në mënyrë të palishme. Kjo formë dëshkimi njihet si konfiskimi i pasurisë dhe ka për qëllim të parandalojë që kriminalët të përfitojnë nga aktivitetet e palishme, edhe nëse nuk ndëshkohen më me burg. Në vend që të shlyente detyrimin prej 122.000 eurosh, burri kishte zgjedhur të shfaqej me një automjet tepër të shtrenjtë, duke lënë të kuptohet se jetonte në luks pavarësisht borxhit të madh që ende i detyroi shtetit. Ky fakt i bëri autoritetet të vepronin menjëherë. Tashmë ndaj tij janë rikthyer procedurat për zbatimin e konfiskimit të pasurisë dhe nuk përjashtohet mundësia që edhe vetura luksoze të përfshihet në këtë proces. Ky rast ngre pikpyetje të rëndësishme mbi efektivitetin e ndjekjes së detyrimeve financiare pas dënimeve penale, se si disa individ arrin të jetojnë në luks ndërsa borxhet ndaj shtetit mbeten të papaguara.